Dhe me kaq përfundoj këtu mbledhjen dhe në vazhdim, si të krijon kushtet, do ju njoftojmë për vazhdimin e kësaj mbledhje. Ashtu siç filloi, ashtu edhe u mbyll seanca e Komisionit për Politikë të Jashtme, në të cilën ishte parashikuar të votohet për rezolutën për gjykim të drejtë të ish-krerëve të UÇK-s në Hag, edhe pse Fronti Evropian nuk e përmend askund UÇK-n në rezolut, por i quan si ish-krerë të institucioneve të Kosovës. Mbledhja dështoi në mungesë të kuorumit, respektivisht deputetët maqedonas nga VMRO dhe LSDM bojkotuan seancën. Mungesa e deputetëve antarëve tjerë është e qëllimshme për ta sabotuar mundësinë e punës së komisionit adekuat ku jemi ne këtu, me vetmin qëllim që kjo pikë të mos vjen në rend debat. Meqense sjellja e kolegëve tanë këtu Maqedon duhet jetë në këtë formë, pra neve na mbetet që të bashkangjitemi në rezolutat e Shqipërisë dhe të Kosovës. Është e papranueshme për mua sjellja në këtë formë. Por me atë që në komision e dini se janë vetëm unë antare, edhe atë e vërtetojmë, por do të vërtetojmë të njëjtën edhe me votat tona kur do t'jetë në seancë plenare. Pika për rezolutën do t'i kemi 11 votat të koalicionit vlen. Me që rezoluta nuk kaloi filtrin e komisionit, nuk do të vi as në seancë plenare dhe më shumë gjas nuk do të miratohet. Propozues së rezolutës ishin deputetët e Frontit Evropian e më pas u bashkangjitën edhe deputetët e Aleancës për Shqiptarët të Selës dhe deputetët e pavarur Ilir Demiri e Bejxhan Ilias.